Kemi në studio krenare Sogojeva Dermaku, që është komisionere e agjencisë për informim dhe privatësi. Pra Kosova ka një agjenci për informim dhe privatësi. Mirë se na erdhe e dashur. Mirë se u gjeta, edhe faleminderit shumë për ftesën. Çka bën agjencia për informim dhe privatësi? Agjencia është institucioni i pavarur i Kuvendit të Republikës Kosovës që merret me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për çastjen dokumente publike, pra që e mbron të drejtën e qytetarit ose siguron që qytetari të informohet drejt me informatat publike që nuk i ofrojnë institucionet publike proaktivisht. E para është kjo, që do të thotë qytetarët kanë të drejtë me ardhmë me u anku sa herë që institucionet nuk i japin informatat publike. Ndërsa shtylla e dytë është mbrojtja e privatësisë apo të dhënave personale, ku qytetarët kanë të drejtë që sa herë që dyshojnë se po i keq përdoren dhënat personale ndaj kujt nga kushdo, atëherë ata kanë një derë për të trokitë, e kjo është Agjencia për Informim dhe Privatësi, që ne i trajtojmë dhënat e qytetarëve prej mënyrës së marketingut të drejtë për drejtë, kur dërgon mesazhe dhe thirrje telefonike nga bizneset ndryshme, marrja e pamjeve apo të dhënave nga kamerat, kudo që janë të vendosur ato, e deri te keqpërdorimet që mund të bëhen nga cili do kontrollues publik-privat, pra institucion publik-privat, në forma të ndryshme, e deri te publikimet e këtyre të dhënave në qoftë në internet të hapur apo edhe në media. Këto videot që bohen në qytet, njerëzve të rëndom, fotografit në të pafundme për ditë, a është shkelje e privatësisë dhe a është për agjencionin me lajmëru? Varësisht se si bëhet ajo. Domethënë, këto vox popet që bëhen prej radiove, televizioneve të ndryshme, nuk mund t'i afrohet kamera dhe të merr pamje të qytetarit dhe t'i bëj direkt pyetje pa pyetur paraprakisht se a dëshiron të përgjigjet apo jo. Gjë që nuk ndodh tek ne. Domethënë, shumë shpesh i afrohet kamera, ja bën pyetjen, qytetari njihet në siklet edhe dalë dhe bëhet meme shpesh herë. Kjo është një që duhet ta bëjmë. Nëse ne do të kemi një ankesë nga një qytetar i tillë, atëherë normalisht që masat të cilat i ndërmarrin fillimisht janë një vendim detyrues për largimin e materialit, e dyta pastaj është gjoba që fillon nga 20.000 euro deri në 40.000, apo nëse kemi shkelje më të madhe, deri në 2 deri në 4% të qarkullimit vjetor të biznesit. Prandaj duhet kemi kujdes si kontrollues se si po i trajtojmë dhënat e qytetarëve tonë. Përndryshe, nëse qytetari del në një shesh publik edhe nuk ka aty pritje të privatësisë, sepse do ta shohin disa njerëz. Mirë, po jo të fokusohet që ta sheh gjithë Kosova, për shembull, apo nëse ato edhe plasojnë në internet, mundësia me pa gjithë bota. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes në trajtimin e të dhënave të qytetarëve tonë. Duhet të merret pëlqimi. Pëlqimi është gjithherë, si më thon, kushti që kontrolluesin këtë rast, qoftë gazetari, qoftë kushdo që bën përpunim të dhënave në forma të ndryshme, e siguron bazën ligjore që mos ndiqet nga institucioni jon për ndonjë shkelje të mundshme. Po mirë, ne jemi në një hallakam katrahur që për ditë bëhet kjo. Tash ku jemi tu qalu? Në mos raportim, se... Fatkeqësisht edhe pse ekzistojmë tash e 5 vjet, edhe kemi punuar shumë me këto kapacitete që kemi pas, kryesisht jemi mbështetur shumë nga donatorë të ndryshëm në Kosovë. Kemi bashkëpunuar ngushtë me shoqërinë civile, po edhe me gazetar, por mbetet në nivel jo të kënaqshëm ndërgjegjësimi qytetar për mbrojtjen e dhënave tona qytetare, domethënë. Thjesht ne nuk kujdesemi shumë për privatësinë. E para është që ne si mendësi qytetare jemi shumë të prirur të publikojmë shumë rreth vetës. Themi shumë rreth vetës. Edhe këto e shohim na në platformat sociale ku postojmë, pra publikojmë fotografi, check-in ku jemi, çka hajmë, çka pimë, me këm rrim, pastaj edhe tregojmë se kush janë personat me të cilët kemi dalë në fotografi. Kështu që pas parasysh këtë mendësi qytetare kemi shumë të vështirë ta kuptojmë se cili është rreziku që na ja bëjmë vetvetes nëse ne publikojmë gjithçka në internet hapur. Ta keni parasysh që platformat nuk i sheh vetëm shoqët që i kemi në platformë, por ato janë të hapura për gjithë botën, domethënë nëse jo me kufizimet që na i bëjmë, nëse jo për gjithë botën, atëherë dikush që është kompania mbrapa që i kontrollon këto dhëna, ne po ja japim të dhëna dikujt që ne nuk e njohim. E mbi gjitha pas parasysh situatën tonë si Kosovë,
që si shtat nuk e kemi domenin ton dhe e kemi shumë vështirë të kontrollojmë platformat sociale që ne i përdorim. Kjo interesant, se ne vetë fillimisht po i dorëzohemi rrjetit social duke i dhonë gjitha dhënat dhe pastaj kjo karshinesh shkelja e privatësisë që bëhet nga portale, televizione të ndryshme vazhdimisht e qytetarët, po sa kanë ankesa, sa e din qytetarët një adresë ku munden mu anku. Jo rastisht e ceka që kanë ndërgjit simptolet, ndërsa rreziku çdo ditë është më i madh, pas parasysh zhvillimin e afshëm teknologjisë, instalimin tashmë në jetën tonë të inteligjencës artificiale dhe kësaj luftës që ne në gjuhën e autoriteteve e quajmë si luftë robotike. Ku lufton sot ose ku sot garon roboti me robotin, teknologjia me teknologjinë. Dhe gjithçka që bëjmë sot këtu teknologji janë bazuar në dhënat personale të qytetarëve. Domethënë krejt botën. Dhe kjo nuk është një sfidë që e ka veç Kosova, e ka gjithë bota, mirë po varësisht prej vendit, edhe mundësia e mbrojtjes së qytetarit është më e madhe ose më e vogël. Tek ne po them që ekziston një situatë as pak e mirë, pas parasysh që në mungesa e domenit nuk na e mundson si Kosovë, si shtat, ta përcjellim edhe ta kontrollojmë hyrje-daljet edhe transferat të dhënave që bëhen për internet, pas parasysh që kemi shumë ofrues të shërbimeve në Kosovë, se kemi vetëm një. Nuk është zgjidhje mbyllja e platformave asnjëherë, sepse qytetari duhet të jetë i çastshëm, domethënë ai vetë vendos për veten e vet dhe nuk mund t'ja mbyllim, domethënë këtë e them në aspektin e pozitës sime si komisionere. Nuk do t'ja mbyllim derën që ai ta shfrytëzojë internetin ose platformat, por në anën tjetër rreziku tjetër është që edhe po ta mbyllim, ta gjejmë mundësinë që t'i ndalojmë këta ofrues shërbimeve që të mos na ofrojnë shërbimet e kyçes në platforma, gjithsesi e kemi shumë afër shtetin armik që kryesisht prej aty mund t'i marrin shumë të gatshme dhe atëherë rrezikojmë edhe sigurinë e vendit, sepse dhënat tona të qytetarëve tonë ai kontrollon shteti jon armik. Kështu që sido që ta marrim, baza për me dalë prej kësaj situate ose për më mbrojt është vetë ndërgjegjësimi qytetar, që me ditë se ku po hen, çka po kërkon, kush janë ofrues të shërbimeve, sidomos kur bëjmë blerje online, edhe ku po na i çon ato dhëna, sepse kryesisht ka informacione, platforma të cilat nuk japin informacione, nuk janë platforma të sigurta, janë fake platforma dhe ato kanë vetëm një qëllim, marrjen e dhënave personale tona dhe shitjen e këtyre dhënave që ata të përfitojnë financiarisht. Prandaj dhe mbi gjitha qytetari duhet ta di që çdo herë kur has në kësaj lloj platforma, çdo herë kur e ka dyshimin që dikush po e ke shpërdor dhënën e tij personale, atëherë të drejtohet tek Agjencia për Informim e Privatësi. Ta keni parasysh që ne kemi autoritet kontrollues, monitorues mbi gjithë kontrolluesit në Kosovë, domethënë bizneset, institucionet publike, por edhe personat fizik që ushtrojnë veprimtari ndryshme e që mbledhin dhëna personale, po që operojnë në Kosovë, por jo tek platformat e mëdha, tek gjigante e mëdha, siç është Meta, që ka Instagramin, Facebookun, e që kryesisht këto janë platformat që më shumë të përdoren nga qytetarët tonë, përfshi këtu edhe TikTokun, që na ka mundsuar shumë të jemi mirë të informuar, por në anën tjetër edhe ka hap shumë rrugë për bullizime, linçime, marrje dhënave apo edhe abuzime, e sidomos kur flasim për fëmijët, që ne jo zyrtarisht, do me thënë në një komunikim më shumë shoqëror, kemi arritë që në vitin 2022 ta realizojmë një takim me përfaqësues të TikTokut dhe të bëjmë për atë sa kemi mund të bëjmë. Ta ngrisim moshën e përdorimit nga 13 deri në 16 vjet, sepse 13 ka qenë e përcaktuar për fëmijët tonë, dhe ne sipas ligjit e kemi moshën 16, moshën e rinisë së pjekur që e quajmë, kështu që kjo është rregulluar, janë rregulluar politikat e cookies, domethënë marrjes së dhënave dhe shpërndarjes së tyre pa njoftim paraprak, por kaq mbetet. Domethënë përsëri TikToku nuk reagon në qoftë se ne çojmë në ndonjë material se është abuzuar një fëmijë. Ka një relacion shumë të mirë mes këtyre platformave me policinë e Kosovës, këtë e them për atë sa më takon brenda kompetencave të mia. Mirë po janë kryesisht rastet që lidhen me terrorizëm apo siguria përgjithshme evropiane, botërore, por jo për raste specifike për mbrojtjen e qytetarëve tonë. Prandaj qytetarët duhet të kenë kujdes, sidomos të kontrollojnë veprimet e fëmijëve në internet hapun, sepse sot më shumë se asnjëherë fëmijët janë të rrezikuar
për jetën e tyre. Pse po e them për jetën? Sepse ne, dashtëm ose s'dashtëm, po jetojmë dy botë paralele, këtë realen, me veprimet reale që i bëjmë fizike dhe atë virtualen që ne i bëjmë me veprimet në internet. Prandaj duhet kemi shumë kujdes çfarë bëjmë vetë dhe sidomos çfarë bëjmë fëmijët tonë. E kemi rastin e fundit që ka ndodhur në Mexico City, domethënë ku vetë Meta ka një fëmijë, domethënë ka ofruar dhënat veta dhe Meta ka algoritme të tilla, të cilat në momentin që shfaqet një interes të publikon para kompanive ose personave që ndajnë interesin e njëjtë. Por këto e ka bërë si lloj, domethënë këto e ka rrit shumë, edhe në fakt ka qenë pse është xhobit Meta me një shumë bukur të madhe, ka qenë për faktin që nuk ka qenë transparente që tregoj se cilat mund të jenë pasojat, e para dhe dyta që ka qenë content i përmbajtje fëmijëve, që i shkon fëmijëve. Edhe normalisht momentin që janë shfaq dhënat e fëmisë, shumë pedofil kanë vërshu, domethënë, kërkesat e tyre për të diskutuar me fëmin, edhe kjo ka qenë baza që është xhobit ky gjigant për shkak që nuk ka bërë algoritme atë që e dëmton fëmijën. E nuk është veç Meta, kemi lloj-lloj platformash, lloj-lloj lojrash për fëmijë që janë shumë atraktive. Një prej tyre është edhe Robloxi, që fëmijët tanë pothuajse çdo i dyti në Kosovë ka qasje. E që aty, përveç mundësisë, apo, si me thanë, atyre veprimeve që ta i bëjmë me lorja shumë të frikshme dhe të rrezikshme, rreziku më i madh është kontakti që bëjmë me persona të tjerë gjatë lojës. Ne, nëse nuk i kontrollojmë ata, nëse nuk i shohim se me kë po flasim, ata virtualisht do të jenë të dëmtuar dhe nesër do të jenë edhe të linquar, por edhe të abuzuar, sepse ta kemi parasysh që kjo në ndikon direkt në jetën e fëmijës tonë, në sjelljet e fëmijës tonë, e ne jemi edhe dëshmitar të kohës që edhe të rriturit kanë rënë në asnjë gjendje ku kanë bërë vetvrasje për shkak të bullizimeve dhe linçimeve që i bëhen. Është shumë shqetësuese se të dy palët kemi faj. Kam faj prind që nuk njohin, nuk kanë ide çka është Robloxi ose rreziku karshi rrjeteve sociale për fëmijët e vet, dhe në anën tjetër një radio si ne që e bërtasim vazhdimisht, ne e bërtasim tash e sa vjet Robloxin dhe qasin e fëmijëve në internet, por që duket se normalizohet prapë. Unë shoh shumë festa të fëmijëve me torte me Roblox, që i bëhet fëmijët. Dhe sado që jemi në një situatë ku s'mund të flasim për shkak se ka shumë raportime rreth Robloxit dhe është si proces në hetime për një farë teme shumë të rrezikshme që janë ballafaqur disa prind me fëmijët e vet në Roblox, por që ta flasim ditëve në vazhdim. Arsyeja kryesore pse unë sot ju pata je në studio është kjo e fëmijëve. Ne kemi fëmijë që ballafaqohen me Roblox, prind që nuk dinë çfarë është Robloxi dhe rreziku i Robloxit. Një piku i ndet si radio nuk mund të bëj asgjë. Unë e shoh se e bërtasim shumë gjatë, kemi pas sociologe, psikologe në studio që e kemi fol. Dhe prapë se prapë shihet një fëmijë ose edhe një shkollë që dështon në trekëndshin prind fëmijë mësues. Tash shteti ç'a mundet me bënë në këtë farë situate që zinxhiri nuk po funksionon. Po vazhdon me u luloja Robloxit, po vazhdon me u që po thu shfaq me gjitha dhënat një fëmijë në rrjetet sociale. Çfarë mund bëj ky terren i Kosovës, sa ka strukturë të rregullt për me ndërhyrë dhe me ndalu? Në fakt e përmenda mungesën e domenit që mund ta kontrolloj shteti, gjë që është edhe problem ta kemi për shkak çështjeve politike. Por ajo që e përmendet ju që jeni ju si radio dhe sa herë keni bërë thirrje, që 5 vite një institucion që ka 6 inspektor dhe mbulon tërë territorin e Kosovës me 400.000 euro buxhet, e kemi bërë bashkë çdo ditë që 5 vjet thirrjen për me i kontrollu fëmijët. Mirë po, pajtohem me ata që një pikuj ndet nuk vrehet. Është momenti i fundit, edhe unë bëj alarm, jo vetëm tek institucionet publike, por tek gjithë kontrollues privat, tek prindërit, tek mësuesit, tek institucionet shtetërore arsimore që janë.
që të mirën seriozisht me çështjen e trajtimit të temave dhe t'ju bëhet me dije qoftë prindërve, qoftë fëmijëve se si duhet të sillen në internet. Tani çfarë kemi bërë ne? Përveç që kemi shpërndar materialet normalisht rreth politikave të privatësisë fillimisht në për shkolla, në gjithë shkollat e Kosovës, kemi kërkuar edhe nga Ministri i Arsimit që në kurrikulat mësimore patjetër të ketë leksione, nëse jo lënë të veçanta, po ligjërata rreth mbrojtjes së fëmijëve në internet. Nuk e di se... A ka raste të raportume konkret, çka raportohet prej prindve për fëmijët e vetë? Në fakt, ne kemi pas vetëm një rast, edhe atë ka qenë fëmijë rritur në moshën 16 vjeçe, që normalisht në rastet të tilla kur kemi të bëjmë edhe me ndërhyrje direkt në jetën private të dikujt përveç që gjobitet kontrolluesi, ne i dërgojmë edhe te policia e Kosovës sepse ka edhe elemente të veprës penale. Por nuk kemi pas rast kur një nënë thret dhe thot këtë e kemi problem. Do me thënë, ose fëmia jam është abuzuar nga një platformë, nga një lojë ose diçka e tillë, ose edhe nga një publikim nga shkolla. Një rast e kemi pas që është për keqardhje, por që ka qenë një sistem një nëne, për shkak që fëmia ka bën një gjest jo të hishëm, ka thyer një xham te lagja, nuk e ka raportuar në polici që fillimisht ta paguaj damin për xhamin e tyr, po ka insistuar vazhdimisht që të hiqet përmbajtja nga TikToku. Dhe ne në pamundësi që të reagojmë tek TikToku, ne kemi thënë që duhet ta dërgosh te policia e Kosovës fillimisht dhe pastaj edhe policia me rrjetin e vet që ka komunikimin e vet mund edhe ndoshta të ndërhyj. Nuk ka ndodhur, përmbajtja ende ekziston, por ajo çka ne duhet të dimë si qytetar të rritur është që ne nuk kemi të drejtë edhe për rastet të tilla. Kur një fëmijë bën një dëm, ose cilëdo qytetar që e bën një dëm, e shkakton një dëm, ti ki të drejtën e ingjizimit të ta dërgosh ato tek organet kompetente, po në asnjë mënyrë ta publikosh, por edhe nëse e publikon, sepse përsëri po flasim për qëllime të mira të edukimit qytetar, të paktën ti mjegullohet fytyra. E sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijët, sepse fëmia mund të linçohet, mund të bullizohet pastaj dhe mund thjesht ne të krijojmë kriminal të së ardhmës duke mos ditë të sillemi sot me këto teknologjitë e reja. Shpresoj të kem prapë në studio për lajme të mira, avancime të vendit për me ndalu përdorimin e rrjeteve sociale, sidomos të fëmijët, që është edhe mshme. Ka nana që hapin rrjet social në emër të fëmijët, vetë me qëllim, dhe ndoshta vetë mbajnë gabime të pafundme që ma mirë të flasim për kujdesin e fëmijët se sa për organizatat të tjera të shoqënisë që ne të rriturit e kuptojmë dhe krijojmë një farë muri të kujdesit ose respektit. Po flas për organizata të ndryshme në vend dhe jashtë që financojnë të tjera organizata në Kosovë ma pak nevojë se sa kjo e fëmijët. Unë e kom thonë disa në emision, kështu pa dorza do të vazhdoj ta them që kujdesin ndaj fëmijëve duhet me qenë shumë më i madh ose edhe me lexu lajme të mbara për pas Big Brother edhe me pas se si ti trajtojmë fëmijët shpe, me qenë se jemi tu jetu krejt në një fazë tjetër, krahas prindve tanë në çfarë kohe janë rrit. Saktë, edhe veç të fundit të së më lejohet, domethënë edhe një herë kam ngrit dhe vazhdoj ta përsëris. Është alarm kohën që po e jetojmë. Ne jemi duke e përdor edhe teknologjitë e reja, edhe inteligjencën artificiale. Në nivel vendi nuk jemi të gatshëm si regulator, mjaftueshëm t'i kontrollojmë ato. E para dhe e dyta si nivel shoqëror, e që është baza, nuk jemi të gatshëm të ndryshojmë mendësinë se çka po na pret nesër ose çka jemi të jetu sot. Prandaj, bëj thirrje tek gjithë institucionet publike, mediat, sidomos shoqërinë civile, që sa më shumë të trajtojnë këtë temë dhe t'i mbrojnë fëmijët tonë në botën virtuale, e që është e ardhmja e shoqënisë globale. Sepse pa teknologjinë ne nuk do të mundem, do të jemi me teknologjinë, por të mësohemi dhe të edukohemi çdo ditë se si duhet ta përdorim atë. Ishte shumë kënaqësi që të pata në studio. Do flasim prapë, do shihemi prapë bashkë. Faleminderit shumë. E vlerësoj.